Përshëndetje të gjithëve, sipas traditës, ne kemi rifilluar daljet në publik mbas mbledhjeve të qeverive. Sot, në fakt, kemi bërë 2 mbledhje të njëpasnjëshme, mbledhjen e Komitetit të Planifikimit Strategjik dhe mbledhjen e qeverisë, ku kemi diskutuar disa çështje me rëndësi. Për sa i përket fushës së përgjegjësisë së Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, ne miratuam në Komitetin e Planifikimit Strategjik hartimin e 2 dokumentave strategjik të rëndësishëm, dokumenti i politikave industriale dhe strategjia kombëtare për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Janë të 2 element dokumenta të cilët do hartohen gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, të cilët lidhen me kapitullin 20, me procesin e integrimit evropian, me konkurrueshmërinë dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve shqiptare, qoftë në aspektin e ndërmarrjeve, qoftë në aspektin e politikave sektoriale për nxitjen e industrisë. Të 2 dokumentat parashikojnë një fokus në agendën digjitale dhe të gjelbër, një fokus në automatizimin, në digitalizimin e procedurave, pra në inovacionin në sektorin privat, i cili do të vijë mbështetur qoftë në nivel burokratik, duke lehtësuar procedurat, dhe qoftë në nivel financiar, duke ndërtuar instrumentat të cilët do të ndihmojnë sektorin privat për të arritur standardet dhe nivelet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, në mbledhjen e qeverisë ne diskutuam dhe miratuam projekt ligjin për shërbimet, për lirinë e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve në Republikën e Shqipërisë. Është një projekt ligj i rëndësishëm, i cili gjithashtu lidhet me procesin dhe detyrimet që ne kemi ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian dhe konkretisht piketave përmbyllëse të klasterit 2 kapitullit 3 që lidhet me lirinë e shërbimit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në fakt është përgjegjëse për 16 kapituj të procesit të integrimit evropian dhe drejton 7 prej kapitujve të procesit. Ne jemi të angazhuar që vetëm gjatë vitit të 2026 të miratojmë rreth 20 ligje që lidhen me procesin e integrimit dhe janë të përqendruara në klasterin 2 që lidhet me tregun e brendshëm. Ligji që sapo miratuam është mjaft i rëndësishëm pasi prek një prej 4 lirive të operimit të Bashkimit Evropian, pra lirinë e tregtimit të lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe personave. Pikërisht me të dytën, me shërbimet, lidhet ligji që neve sapo miratuam. Ai ligj garanton që në Shqipëri do të ketë të njëjtat rregulla që zbatohen në Bashkimin Evropian, i çel rrugën kompanive të Bashkimit Evropian që të vinë, ato që operojnë në fushën e shërbimeve, që të vinë më lehtësisht në Shqipëri, garanton që nuk ka diskriminim ndërmjet ndërmarrjeve shqiptare dhe atyre të huaja, dhe gjithashtu që është më e rëndësishmja me integrimin, me hyrjen në Bashkimin Evropian dhe të gjithë kompanitë shqiptare apo profesionet shqiptare të cilat lidhen me ofrimin e shërbimeve do të hyjnë në BE lirisht pa pasur nevojë për licenca dhe autorizime. Këto janë ato që rregullon ky projekt ligj, që mendoj që është një nga piketat kryesore të kapitullit 3, i cili planifikohet të përmbyllet brenda vitit 2026. Nga ana tjetër, gjatë mbledhjeve të zhvilluara sot në kryesën e Këshillit të Ministrave, ne diskutuam për situatën ekonomike në vend dhe specifikisht për çmimet e karburanteve. Ne, siç jeni bërë me dije publikisht, kemi bërë një takim, kemi zhvilluar një takim me tregtarët kryesorë të karburanteve dhe me shoqatën e hidrokarbureve për të diskutuar për çmimet, për të ngritur alertin për rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit, sigurisht të ndikuar nga kriza dhe nga lufta që po ndodh në lindjen e mesme. Gjithashtu kemi diskutuar për detyrimin që ata kanë për mbajtjen e rezervës me qëllim që në asnjë rast në të mos kalojmë në një situatë emergjente. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hynë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e
tabelave që shkon për tregtim. Siç e dini, ne kemi pasur një eksperiencë në gjatë krizës së vitit 22 dhe 23, kur çmimet e karburanteve u rritën në mënyrë të eksponenciale. Kemi pasur një eksperiencë të krijimit të një bordi transparence i cili monitoronte dhe vendoste për çmimet e shitjes me shumicë dhe me pakicë. Nuk gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hymë në atë regjim. Nuk e di nëse ka pyetje. Zonë Ministre, Isa Myzyra nga Report Televizion, konkretisht si do funksionoj mekanizmi i monitorimit ditor të çmimeve të karburanteve dhe çfarë ndodha, ka masa për nëse çmimet vazhdojnë dhe rriten dhe a kanë rezerva këto kompanitë e karburanteve, pra kanë rezerva karburanti deri në këto qaste? Faleminderit. Konkretisht, ne do të marrim nga administrata doganore, do të marrim çmimet e bursës për 3 lëngjet që unë sapo përshkrova, çmimi i bursës të cilët i referohet dogana dhe i atyre lëndëve që hynë në vend, merret nga platforma Plac, në të cilën doganat kanë akses. Ne do të marrim çmimet e Placit dhe gjithashtu do të shohim se me çfarë çmimi çdoganojnë çdo ditë kompanitë e shumicës, për të kuptuar pastaj nga ana tjetër do të mbledhim çmimet e tregut, pra çmimet e tregtimit me pakicë, për të kuptuar se sa janë marzhet dhe a janë marzhet që pasqyrojnë realitetin e çmimeve të bursës apo marzhet janë të tepruara dhe pasqyrojnë një tendencë abuzuese të tregtarëve. Ky është qëllimi jon, sigurisht që ne nuk mund të ndërhyjmë në çmimet e bursës sepse janë ndërkombëtare dhe tregtohen në bursë, por ajo që mund të bëjmë është të kuptojmë nëse ka abuzime me çmimet apo spekullime me çmimet. Kjo është ajo që ne do të ndjekim me bazë ditore. Tani, ju tha që monitoroni se si është situata. Shqipëria ka çmimin më të lartë të naftës në rajon. Ndërkohë që prej konfliktit lindjen e mesme, Serbia ka paralajmëruar ulje të aksizës karburanteve, Kosova ka caktuar fitime maksimale të lejuara për shitjen me shumicë dhe pakicë produkteve të naftës. Pse për ju nuk është e domosdoshme që në këto momente të merrni masa konkrete dhe ju të vazhdoni vetëm me monitorimin? Në radhë të parë, neve në fakt kemi pasur disa komunikime të lidhura me si përbëhet çmimi i naftës dhe pse në Shqipëri kemi një çmim që është më i lartë se sa në vendet e tjera. Dhe faleminderit për pyetjen, do doja që konkretisht të ndaloja në përbërjen e çmimit të naftës, ajo çka e ndikon çmimin, është një diferencë e madhe që ne kemi ndërmjet çmimit të naftës në vende në rajon, është taksa e qarkullimit, e cila ndryshe nga vendet e tjera të rajonit paguhet në naftë dhe jo në makina. Pra vendet e rajonit taksën e qarkullimit e paguajnë në makina. Ne kemi gjykuar që taksa e qarkullimit e paguar në naftë, në fakt pasqyron më së miri realitetin, sepse pikërisht ato makina që qarkullojnë më shumë, që konsumojnë më shumë naftë, do të paguajnë më shumë taksë, ndërkohë që makinat të cilat nuk qarkullojnë, nuk e paguajnë më pak. Pra, në një logjik të qartë është kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur që taksën ta kemi në makina dhe jo në karburant dhe jo në makina. Nga ana tjetër, për sa i përket kufizimeve apo ndërhyrjeve në nivelin e taksave të tjera, aksiza apo taksa e karbonit, po aksiza është ajo që ka peshën më të madhe në çmim, duke qenë se është gati 40 lekë, pra është 39 pik disa lek. Ne nuk jemi akoma në situatën, siç thash, që
të marrim masa të tilla. Në kohën para 2 viteve, kur ne menaxhuam krizën e karburanteve, në fakt fokusi ynë ishte tek çmimi i energjisë dhe u përqendruam tek mbajtja e pandryshuar e çmimit të energjisë dhe nuk u përqendruam tek karburantet. Megjithatë, monitorimi ynë është përfshin të gjithë analizat e mundshme dhe sigurisht do jemi shumë të kujdesshëm që nëse çmimi do të kalojë nivele shumë të larta, ne do të marrim masat e duhura. Për sa i përket kufizimit të përdorimit të karburanteve, një nga pikat që ne kemi diskutuar në mbledhjen e djeshme me furnitorët kryesor të shumicës, ka qenë pikërisht mbajtja e rezervës, a e kanë në dispozicion rezervën e detyrueshme ligjore kompanitë kryesore të cilat importojnë dhe na kanë jo vetëm nga fjalët, por edhe nga dokumentacioni i doganave, duket pra është e qartë që e kanë rezervën. Më fal, të lutem, ta mbaroj se pyetja ishte komplekse. E kanë rezervën dhe gjithashtu garantojnë që furnitorët e tyre garantojnë zinxhirin e furnizimit. Në ndërkohë që çmimi, siç thash, është i përbërë nga çmimi i bursës, nga taksat dhe nga marzhet e fitimit të kompanive, marzhet e fitimit të cilat neve do të jemi shumë të kujdesshëm të monitorojmë me bazë ditore me qëllim që të kuptojmë nëse ka apo jo spekulime në treg. Kishit pyetje tjetër? Çmimi rezerva e karburanteve mbahet nëpër magazina doganore, furnizimet bëhen në bazë ditore dhe kjo është arsyeja pse çmimi ideal nga dogana është një çmim i cili ka placin ditor dhe taksat. Pra, kështu është mënyra e funksionimit. Duke parë se si situata do të vijojë, ne mund të marrim vendimet e duhura. Aktualisht, çmimi i karburanteve është rritur pa diskutim. Megjithatë, neve do të monitorojmë në vazhdimsi dhe do të marrim vendimet e duhura pa diskutim, siç e kemi marrë gjithmonë në rast të krizës. Shqipëria duhet t'ju kujtoj që në rastin e krizës së vitit 2022-2023 ka qenë vendi i cili pati inflacionin më të ulët, jo vetëm në rajon, po dhe në BE, nuk pati një rritje të çmimit të energjisë elektrike ndryshe nga të gjithë vendet e tjera që reflektuan çmimet, rritjen koston në çmimin për konsumatorët. Ne kemi treguar që krizat i përballojmë sepse i monitorojmë dhe marrim vendimet në kohën e dur dhe historia ka treguar këtë dhe jo fjalët. Djamila Leka nga televizioni Skam. Zoja Ministre, për të ndalur tek produktet e tjera, kemi një monitorim nga ana juaj për sa i përket çmimeve të karburantit dhe gjë që do sjellin nxitjen e transparencës, por në lidhje me mallra të tjerë, pasi rritja e çmimit të naftës dhe jo vetëm ka efekt zinxhir. A do të ketë një monitorim të mallrave të tjerë nisur edhe qoftë tek mallrat e shportës, sepse janë ato produkte të cilat prekin drejt për drejt qytetarin shqiptar. Faleminderit. Pa diskutim, në paralel me monitorimin ditor të çmimeve të karburanteve, ne jemi duke monitoruar dhe çmimet ditore të produkteve kryesore të shportës për të kuptuar tendencat rritëse dhe për të kuptuar nëse marzhet rriten tej mase, pra në mënyrë spekulative. Jemi të dedikuar që të bëjmë të monitorim dhe të komunikojmë me tregtarët me qëllim që të mos spekulojnë me rritjen e çmimit të karburanteve në një kohë që kanë rezerva dhe kanë magazina të cilat janë duke i përdorur, pra nuk ka asnjë arsye pse çmimet të rriten në të njëjtën kohë. Do të jenë në monitorim të vazhdueshëm. Dua t'ju kujtoj që sigurisht që ne operojmë në një regjim të ekonomisë së tregut, çmimi përcaktohet nga kërkesa dhe nga oferta dhe nuk përcaktohet nga ne. Megjithatë, ne kemi për detyrë ta monitorojmë çmimin, kemi për detyrë ta shohim në bazë ditore dhe të garantojmë që nuk ka spekulime në treg dhe këtë po e bëjmë me seriozitetin maksimal. Faleminderit.
Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e sotme të Komitetit Planifikimit Strategjik që parapriu mbledhjen e qeverisë, u miratua propozimi i Ministrisë së Arsimit për hartimin e strategjisë së arsimit 2027-2032. Jemi në vitin e fundit të strategjisë pararense dhe shumë zhvillime të reja kanë ndodhur, kështu që në të dy shtyllat kryesore që administrohen dhe drejtohen nga Ministria e Arsimit, arsimi parauniversitar dhe arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor, modernizimi i kurikulës për gjithë sistemin e arsimit parauniversitar që ka filluar që në këtë vit shkollor me klasën e parë të 6 dhe të 10 do të vijojë deri në vitin 2032 derisa të mbarojnë të gjitha vitet që ndjekin nga klasa e parë deri në atë të 12. Do të vijojë me të njëjtin prioritet dhe intensitet plani për teknologjinë e informacionit brenda sistemit parauniversitar, si në menaxhimin e sistemit përmes asaj që quhet platforma SMI, por edhe vazhdimi i pajisjes së shkollave deri në 1000 laborator inteligjent dhe pajisja e të gjithë mësuesve, sidomos në sistemin e mesëm të lartë, ajo që quhet ndryshe gjimnazet me laptop në shërbim të mësuesve të gjimnazeve. Nga ana tjetër, kemi disa projekte konkrete që do të jenë pjesë e kësaj strategjie, siç është ndërtimi dhe krijimi, hapja e liceut francez me orientim shkencën dhe teknologjinë, si një produkt i përbashkët i marrëveshjes së dy qeverive, asaj franceze dhe shqiptare, sigurisht në qytetin e Korçës, ndërkohë që flasim sapo kemi hedhur për konsultim publik ligjin e posaçëm për hapjen e këtij liceu, që do të jetë njëkohësisht me dy diploma, maturën shqiptare dhe maturën franceze, të homologuar nga Ministria e Arsimit të Francës, me idenë e krijimit të një modeli ekselence pikërisht në ato fusha që janë prioritet i arsimit lartë dhe kërkimit shkencor, teknologjia, informacioni dhe përgatitja edhe e studentëve të ardhshëm për degë siç është Politekniku apo degë të tjera të teknologjisë informacionit. E rëndësishme është që do të kemi dy reforma të rëndësishme në këtë parashikuar në këtë strategji, reformën e të gjithë shërbimeve arsimore që ofrohen sot dhe jemi në hapat e fundit të miratimit në qeveri të një ligji që transformon qendrën e shërbimeve arsimore në agjenci autonome të shërbimeve arsimore për të përfshirë aty gjithë paketën e testimeve të maturave, por edhe të provimeve të shtetit, si dhe një tjetër reformë të qendrës së botimeve të diasporës në kthimin e saj në agjenci të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë, për ta përfshirë shqipen në kornizën europiane të gjuhëve, që sot nuk është, dhe për ta vënë atë në dispozicion jo vetëm si një aset kombëtar në përdorim të diasporës, por edhe si një gjuhë pune për të gjithë brezat e diasporës, po dhe të huajve që duan ta fusin shqipen në gjuhët e punës. Kjo bëhet edhe në kontekstin e integrimit europian, ku me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Shqipja do të jetë po aq gjuhë zyrtare se që janë sot edhe 28 gjuhët e tjera. Në arsimin e lartë kemi prioritet cilësinë dhe ka filluar tashmë puna për rishikimin e ligjit arsimit lartë, i cili mbasi bëri një jetë 10 vjeçare ka krijuar mjaftueshëm përvoja të mira, por edhe në përvoja të cilat ka nevojë thelbësore për të përmirësuar me dy prioritete kryesore. Krijimin e mekanizmave për të kontrolluar cilësinë në arsimin e lartë, rishikimin edhe të gjitha kritereve dhe forcimin e tyre për të gjithë operatorët të cilët veprojnë në arsimin e lartë, të orientuara drejt një tregu të studiuar, tregu pune studiuar më mirë, si dhe hapjen e tregut të arsimit lartë drejt ndërkombëtarizimit. Jo thjesht duke hapur universitetet ekzistuese drejt bashkëpunimeve për diplomat përbashkëta me universitetet të tjera europiane apo ndërkombëtare të vendeve të OECD-s, praktikë që tashmë ka filluar në shumë prej institucioneve të arsimit lartë, por edhe mundësinë bashkëpunimi midis qeverisë shqiptare dhe universiteteve apo grupeve të universiteteve ndërkombëtare, të cilat mund të hapin këto universitete të tyre për të tërhequr edhe një kategori tjetër studentësh që vinë nga vende të tjera dhe jo domosdoshmërisht vetëm për studentët shqiptar. E domosdoshme kjo për të përballur me një treg pune e viteve që vinë që nuk do të jetë
jetë thjesht tregu kombëtar, madje as ai rajonal i punësimit apo dhe i shkollimit, po një treg shumë më i madh europian. Këto janë, për të thënë pak sa më shkurt, cilat janë prioritetet që kjo strategji, për cilën puna tashmë ka filluar, do të parashikojë deri në vitin 2032. Nëse ka ndonjë pyetje? Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e sotme të Komitetit të Projekteve Strategjike u miratuan tavanet indikative për sa i përket periudhës 2027-2029. Tavanet indikative në fakt janë hapësirat ose mundësitë që ju lejojmë neve ministrive të linjves për të shpenzuar. Tavanet përcaktohen në bazë të rritjes ekonomike dhe të ardhurave që do të realizojnë Ministria e Financave nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Çfarë do të thotë kjo? Një rritje e tavaneve do të thotë më shumë shpenzime në arsim, më shumë shpenzime në bujqësi, më shumë shpenzime në shëndetësi, më shumë shpenzime në mbrojtje e kështu me radhë. Ajo që është e rëndësishme për të theksuar është që për gjatë periudhës 2027 dhe 2029 ne kemi parashikuar një rritje mesatare ekonomike me rreth 4%, ndërkohë që të ardhurat që ne parashikojmë me rritje për të njëjtën periudhë, pra për periudhën 2027-2029, janë rreth 500 milion euro më shumë çdo vit. Kjo pastaj përkthehet me një rritje me rreth 10% të shpenzimeve, të rritjes së shpenzimeve në bujqësi, me rreth 10% rritje në shëndetësi, me rreth 10% rritje në arsim e kështu me radhë. Gjithashtu, nëpërmjet rritjes së hapësirave që kemi krijuar, jemi në linjë edhe për të përmbushur të gjitha detyrimet që kemi në lidhje me mbrojtjen. Pra për të arritur atë targetin që do duhet të kapim 3.5% të GDP-s apo të prodhimit të brendshëm bruto si shpenzime për mbrojtjen. Ju faleminderit. Unë kam një pyetje, pse nuk po zbatohet ligji për bazë sportive? Pse nuk i kanë nxjerrë Ministria e Financave të gjitha aktet në ligjore që do duheshin? Pse kanë kaluar 2 vjet nga miratimi i ligjit? Ministria e Financave është duke punuar me aktet në ligjore për bastet, është edhe një akt i cili është miratuar sot në mbledhjen e qeverisë dhe shumë shpejt do dalin të gjitha aktet e nevojshme në mënyrë që të mundsojmë edhe bastet online. Sepse kërkohet punë, është marrë ekspertizë ndërkombëtare në mënyrë që kuadri ligjor për bastet sportive të jetë sipas standardeve më të mira ndërkombëtare. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë unë jam këtu sot për të paraqitur 4 nisma të marra sot për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në Komitetin e Programeve Strategjike sot u miratua një nismë shumë le të themi e rëndësishme, sistemin e kanalizimeve për qytetin e Durrësit dhe konkretisht për 3 zona, në Spital dhe në Porto Romano dhe në Shkozet. Kjo është një aplikim që do bëhet në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor, ka një vlerë rreth 67 milion euro, nga të cilët nëse përfitohet ka rreth 47.7 milion euro grant. Patjetër në këtë projekt ne mbështetemi nga Agjencia Franceze e Zhvillimit në kuadër të nismës së 2 marrëveshjeve qeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Francës së vitit të shkuar. Pse është i rëndësishëm ky projekt? Sepse së pari ndërtojmë kanalizime në një zonë rezidenciale të Durrësit duke i dhënë zgjidhje totale të qytetit Durrësit, trajtimin e ujrave të ndotur në impiantin e trajtimit të ujrave të ndotur, por po ashtu ka një element të rëndësishëm edhe për sa i përket detit, pasi edhe ujrat e ndotur apo ujrat e shiut tashmë trajtohen nëpërmjet impiantit të trajtimit të ujrave të ndotur. Siç e thash, ky është një projekt i miratuar ditën e sotme në të cilën do aplikohet në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, në mbledhjen e Këshillit Ministra, u mor një vendim i rëndësishëm për sa i përket hekurudhës Tiranë-Durrës dhe me segmentin aeroportit Vlorës, një hua me Bankën Europiane të Rindërtimit dhe Zhvillimit në vlerën rreth 11.7 milion euro, në nga e cila edhe këtu, me anë të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor, ne kemi përfituar rreth 12.5 milion euro grant. Ky është një projekt që ka një vlerë të rëndësishme, sepse vagonat apo le të themi gjithë trenat e kësaj hekurudhe do jenë të elektrifikuar. Pra kemi elektrifikimin e hekurudhës Tiranë-Durrës, duke bërë kështu që së pari le të themi ulim dhe kemi zero emetime karboni, së dyti futemi në vendet e zhvilluara të cilat patjetër kanë kaluar në elektrifikim të
të hekurudhave, mund të vijohet pastaj edhe me përdorimin e energjisë rinovueshme për përdorimin e energjisë në këtë, le të themi, hekurudh, dhe patjetër që i jep zgjidhje fundore pastaj dhe gjithë le të themi projektit të hekurudhës Tiranë-Durrës, duke përmbyllur dhe ciklin e elektrifikimit. Dhe në mbledhjen e qeverisë kanë kaluar dhe 2 vendime shpronësimi, një shtesë shpronësimi në qytetin e Shkodrës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, e cila tashmë mundëson vijimin edhe aty ku kishte mbetur për disa segmente shpronësimi të zgjerimit të hyrjes së qytetit Shkodrës, dhe një shtesë poshtu shpronësimi për nyjen e Milotit, e cila edhe ajo kishte 2 elemente shpronësimi që kishte nevojë të adresoheshin. Të dyja këto vendime shpronësimi bëjnë të mundur përmbylljen e këtyre 2 investimeve. Faleminderit. Zoti Ministër, me datën 9 mars, kompania e vetme në garë për portin e Durrësit duhet të paraqiste ofertën e saj finale. A i ka paraqitur kjo kompani ofertën dhe nëse po, cilat janë hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrë ministria dhe nëse jo, a është anulluar tenderi? Faleminderit. Po, në fakt është bërë dhe publike, e pash para se të hyja këtu, që kishte dalë edhe, le të themi, në disa media, tërheqja ose e operatorit ose ofertuesit në këtë garë. Po, në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, duke qenë se për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës, ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi, dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Duhet dhe që të cilën komisioni do vijoj me vijimin e procedurës. Patjetër dua të rikujtoj faktin që para 2 ditësh kryeministri u shpreh për këtë projekt, i cili e tha shumë qartë që ka aktor, le themi, të llojeve të ndryshme, të cilët përpiqen që ta frenojnë dhe sabotojnë këtë projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të vendit për qëllime të ndryshme, le themi, duke përfshirë dhe qëllime ekonomike. Patjetër ne do ndërtojmë një skenar tjetër në bashkëpunim patjetër me qeverinë, që dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. A ishte në ndjenjë që kompania e vetme në garë ka pasur influenca ruse, pra ka pasur lidhje me aktor rus? Kjo është një aludim, unë di që gjatë gjithë procesit të prokurimit të kësaj gare, Autoriteti Portuali Durrësit është konsultuar dhe ka patur një kontratë të posaçme me kompaninë më të madhe, do thoja, në botë për sa i përket çështjeve portuale, Royal Haskonen të Hollandës, dhe patjetër do ketë qenë pjesë për gjithë dokumentat ligjore kanë qenë pjesë e vlerësimit të tyre. Kështu që unë mendoj që konsulenti Royal Haskonen do e kishte parë nëse do kishte patur këtë lloj ndërlidhjesh që thoni ju. Po amerikanët çfarë shqetësimi kanë pasur që u janë drejtuar juve me një email duke ju kërkuar të anulloni tenderin? Kush janë amerikanët që janë drejtuar? Është kryetari i dhomës së tregtisë amerikane në një email të publikuar që e keni marrë edhe ju, i cili ka shprehur shqetësimin dhe ka kërkuar qeverisë të anullojë tenderin për Porto Romano. Shiko, patjetër e kam lexuar në media dhe mund ta kem parë dhe emailin përkatës. Duhet të theksoj, siç e thash, projekti i Porto Romano ka mbi 2 vite, i cili është ideuar me konsulencën e Royal Haskonen dhe patjetër ka patur fazat e veta procedurale. Kushdo ka mundësinë që të shprehë opinionin mbi këtë projekt, por fakti është që ky projekt ka qenë i standardeve dhe është i standardeve ndërkombëtare dhe siç e thash edhe i konsultuar nga kompania më e madhe e porteve në botë. Ndërkohë që do ndodh me Durrës Marinën, a sjell kjo vonesë në ndërtimin e portit të ri tregtar, le themi pengesa në projektin tjetër? Nuk ka vonesa, sepse Marina është ndarë në disa faza dhe kontraktori është duke punuar në fazën 1 përkatëse, e cila nuk ka lidhje fare me pjesën që jemi duke folur. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, sot sapo kemi miratuar marrëveshjen tip e cila do të lidhet nga agjencia e Bregdetit, agjencia kombëtare e Bregdetit. Kjo marrëveshje do të garantojë cilësinë e shërbimeve për stacionet e plazhit
në brigjet tona, por patjetër dhe liçenet. Është një marrëveshje e cila sjell një risi shumë të rëndësishme, ku të gjitha të ardhurat që do të garantohen si rrjedhoi këtyre marrëveshjeve do të përfitohen nga njësitë e veçërisë vendore dhe po ashtu me vendim të këshillave bashkiak ku do të miratohen dhe tarifat prej këtyre këshillave. Gjithashtu do të kenë të drejtën që në mënyrë periodike të rishikojnë këto tarifa duke parë dhe zhvillimet lokale që kanë ndodhur në përbashki. Kjo marrëveshje garanton, siç e thash më lart, cilësinë e shërbimeve, unifikimin në nivel kombëtar të gjitha marrëdhënieve kontraktuale që lindin me investitorët dhe besoj që kjo është një nisëm e cila mbi të gjitha është dhe përfituese për njësitë e vetë qeverisë vendore. Faleminderit.